Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për Kosovën, e cila vitin e mbylli vrrullshëm, por ashtu edhe e nisi, pasi po i rinumëron votat për herë të dytë, deri tani ka përfunduar rinumërimin në 19 komuna, gjithmonë tek kutitë dhe fletet e votimit për kandidatët që kanë vjedhur njëri tjetrin, pra lufta brenda llojit, jo për subjektet politike që nuk ndryshon rezultatin. Gjithashtu do të flasim edhe për aktualitetin, çfarë e pret Kosovën këtë vit. Për këto dhe gjitha të tjerat, kemi të ftuar mikun e emisionit ton, zotin Murat Makolli, njohës mjaft i mirë zhvillimeve të sigurisë, por edhe politikës tashmë. Zoti Makolli, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje dhe mirë se u gjej në intervistën e këtij vitit, fillim vitit 2026. Faleminderit e mbarësi. Faleminderit. Zoti Makolli, do ta nisim atë që ndodhi në Davos, në forumin ekonomik, ku e pranishme është Vjosa Osmani që përfaqëson Kosovën, e cila firmosi ditën e sotme edhe pjesëmarrje në bordin e paqes, një shtregim duarsh me presidentin Trump, por edhe diçka që i komunikoi në vesh. Sjellja e tij mjaft miqësore me zonën Osmani. Në Kosova është një moment mirë. Në shkrimi i kësaj marrëveshje të bordit paqes të iniciuar nga Donald Trump për Gazën, është një diçka e mirë për Kosovën, për shkak se ne nuk po vazhdojmë ngecja apo me sanksiona apo diçka tjetër, por po shkojnë duke i forcuar marrëdhëniet tona me aleatin kryesor të cilën e kemi, e cila është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe mendoj që ftesa e presidentit të Shtetit të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, për presidenten e Republikës Kosovës, zonjën Vjosa Osmani Sadrio, që të merr pjesë në këtë bord, është një diçka që nuk i bën çdo presidenti apo i bën njerëzve të cilët apo shteteve të cilat janë aleatë të Shtetit Bashkuara të Amerikës. Një ndër to ka qenë edhe futja e Kosovës në kapacitetet plota të mbrojtjes, të interesit lartë të Shtetit Bashkuara të Amerikës për mbrojtje. Në ditë më parë nga Departamenti Amerikan i Shtetit, dhe ku është nënshkruar nga presidenti Trump. Dhe krejt këto e binë Kosovën në një marrëveshje tjetër, apo në një pjesë të shkallës tjetër të përfaqësimit. Përveç presidentes, ne patëm edhe kryeministrin zotëri Albin Kurti në shtëpinë e amerikanëve që është në Davos, të ftuar, dhe mendoj që Kosova dhe shqiptarët përgjithësi janë në një rrugë të drejtë të zhvillimit të tyre, si Kosova, si Shqipëria. Dhe siç kam thënë edhe më herët, po vinë ditë e mira për shqiptarët në përgjithësi. Për shkak se një ditë Donald Trump sigur se po i shohmi që përbën rendin në botëror, një ditë mund të avë edhe Ballkanin në një pozitë që do të thotë që shikoni, në rregull, jemi të gjithë do një shohmi në Ballkan, por tani më Kosova duhet i bashkohet Shqipërisë, ose të bëhet një konfederat, të kemi një president me 2 kryeministra në përfaqësimit të konfederatës, dhe pjesë tjera të cilat i ka eliminuar kohë më parë Evropa nga Shqipëria. Mendoj që 2030 populli shqiptar përgjithësi do ta gjejë në rrethana tjera, në rast që përfaqësuesit tonë politik do t'i prinë këtyre aleancave dhe do të punojnë fort për formimin e kapaciteteve të plota shtetërore, qofshin sigurisë strategjike, ekonomike apo pjesë tjera të cilat duhet t'i plotësojnë. Kosova është në rrugë të drejtë, por mbetet te Shqipëria të shohim se si do të zhvillojë edhe pjesën tjetër, sepse Shqipëria është ajo pika kyçe që mendoj duhet t'i jap urdhëresa për secilin vend
ku përfaqësojnë shqiptarët si në Maqedoninë e Veriut, Malzi, po ashtu edhe në Çamri, sepse një ditë do të hapet edhe kutia e Pandorës dhe Erdogan, presidenti i Turqisë, do të thotë këto janë tapijat e shtetit shqiptar dhe më pastaj mendoj që duhet veprohet dhe synohet të qesim apo të përfaqësojmë ato tapija dhe të marrin punat dhe populli shqiptar të zhvillohet në mënyrën më të drejtë të mundshme, të cilën ishte shumë më herët, por ne e kemi kuptuar në konferenca e Berlinit e Londrës se çfarë ka bërë me popullin shqiptar. Zoti Makolli, në një situatë hipotetike për të marrë disa skenar të mundshëm, çfarë mundet të ketë kërkuar zonja Osmani presidentit Trump tek ai komunikimi që pati që ja thanë në vesh? Për çfarë ka nevojë Kosova tani? Pra të marrin për çfarë ka nevojë për të shkuar ndoshta tek ajo që mund t'i ketë kërkuar. Pra kush është nevoja e Kosovës aktualisht? Po, nevoja e Kosovës është domethënë një aleancë shumë e ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që tani më vetëm është duke e forcuar. Dhe ajo aleancë në përgjithësi, përveç përfaqësimit diplomatik ku ato shtete nuk e kanë njohur Kosovën, Turqia e Donald Trump besoj që do ta bëjë vetën, besoj që do të është edhe në aspektin tjetër që mendoj që një ditë Donald Trump mund të zbarkoj edhe në Kosovë. Ka mundur të taftoj që ta viziton Kosovën, dhe momentin që një president amerikan detyrë e viziton një shtet, besoj që aleanca vetëm tani më çdo çka dihet dhe Serbia, shteti i Serbisë dhe strukturat e sigurisë Serbisë dhe Turqisë nuk kanë mundësi më të bëjnë atë që kanë planifikuar me vitin ndaj shtetit Republikës Kosovës. E vulosi mandatin e dytë të zonja Osmani me lëvizjet e fundit? Por unë mendoj që po. Zonja Osmani në rast, ta them të drejtën, në rast që nuk do të jetë një kandidatur nga familja Jashari, në rast që ka nga familja Jashari, më besoj që vetë presidenti Osmani do të tërheq kandidaturën për shkak se ne duhet që ta respektojmë familjen Jashari dhe të jepim një pozicion që është apolitik, e që është përfaqësimi në një presidentës. Dhe në këtë rrethon mendoj që në rast që nuk kemi nga familja Jashari kandidat, atëherë mendimi im personal është që Vjosa Osmani është përfaqësuesja më e mirë për shtetin e Republikës Kosovës në arenën ndërkombëtare, sepse vetë presidentja bën edhe përfaqësimin diplomatik. Me që ndolëm në këtë temë, mendoni që do të ishte pozitive dhe që familja Jashari pra ta pranonte një nga anëtarët që është diskutuar dhe në media shumë kohët e fundit, javët e fundit, të pranonte këtë post apo nuk duhet të përfshihen politik për të mos i hyrë kësaj valle? Por mendoj që familja Jashari ka meritat më të mëdha që Kosova sot është e lirë. Që ne folëm shqip sot në Kosovë, për shkak se me ta thonë të drejtën gjatë viteve 97, 98, 99, patëm filluar shqiptarët të fillojnë në farë asimilimi realisht, se dëgjojshin muzika serbe, disa gjërat e tjera, të cilat duhet të kuptojmë që dhuna dhe turistnia e pushtetit serb ndaj qytetarëve ka qenë shumë e madhe. Dhe familja Jashari dhe ushtria shtimtare e Kosovës bashkarisht me komandantin e parë ose pushin e lirisë, Zahir Pajazitin, Luan Haradinajn, Agim Ramadanin, Salit Çekajn, mos t'i borç asnjë familjes, e që unë mendoj që strategjia e Bekim Rishës
ka qenë një ndër strategjitë më madhore që ka bo fillimin e programet ushtarak, celulave ushtarake për ndërhyrjet apo sulmimet makinerisë sërbe në atë kohë. Dhe përgjithësi, përveç presidentit e ndje Rugova, të cilën kanë ndjek linjen paqësore, ka pas kontributin e vetë në kohën e caktuar. Dhe me pastaj, kur familja Jashari vetëm ka filluar bashkarisht, si që seka dhe me komandant tjerë, në njësi tjera, ka filluar një mbrojtje nga pushtuesi sërb, makineria sërbe ushtarake, policore, cila ka po sulme ndaj popullsisë civile. Kemi një pjesë të historisë numër 2, dhe e cila ka qenë ajo histori kulminante për në lirin e Kosovës dhe qytetarët e Republikës Kosovës. Dhe unë jam falënderues personalisht ndaj familjes Jashari, ndaj çdo pjesëtarit të ushtrisë shqiptare të Kosovës që na kanë bërë për vendin, por shpresoj që ata pjesëtarët të ushtrisë shqiptare të Kosovës, ashtu siç kanë bërë për vendin, të punojnë prapë për vendin dhe mos të shikojnë disa individ të cilët kanë bërë miliona apo kanë keq përdor pozitat e tyre pas luftës në pushtet, por të punojnë për mirën e vendit, të kontribuojnë asa kanë mundësi, dhe Shteti i Republikës Kosovës është borx tek veteran të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Kur e kam fjalën për veteran, është për veteran të vërtet, jo veteran të 60.000 të cilët kanë bërë skena politike dhe disa komandantëve të cilët kanë qenë në skenën politike, por atyre të cilët janë realisht dhe të vërtet të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Lavdi për gjithë dëshmorët e kombit në përgjithësi, dhe shpresoj që një ditë të merr masat e tjera edhe këtë që e tham për veteranët, edhe për Ushtrinë Qendrore të Kosovës, të futen në Kushtetutën e Republikës Kosovës, në preambulën e Kushtetutës së Republikës Kosovës, po ashtu mendoj që duhej që Kosova të bëjnë një ndryshim tek flamuri, sepse kemë borx ish presidentit Ibrahim Rugova për flamurin Dan, e cila është flamur më i mirë, përfaqësues më i mirë i shtetit, simbol i shtetit të Republikës Kosovës, por jo kombëtar. Flamuri kombëtar nuk zaventsohet me asnjë flamur tjetër, por vetëm në flamur shtetëror. Zoti Makolli, për të ardhur. Po. Dhe besoj që edhe presidenti Vjosa Osmani, në rast që do të zgjidhet në mandatin e dytë, i ka borx familjes Rugova, gjithsesi presidentit të ndjerë Rugova, që të bëjnë këtë ndryshim bashkërisht me kryeministrin dhe deputetët e Parlamentit të Republikës Kosovës, po ashtu siç e ceka dhe futjen e ushtrisë shqiptare të Kosovës në preambulën kushtetuese të Republikës. Të vinë në aktualitet, tani çfarë po ndodh me rinumërimin? A ka ndryshuar diçka tek rezultati brenda partive? Pra kush bie dhe kush ngrihet? Kush janë figurat kryesore, pra që kanë pësuar më shumë humbje, që janë vjedhur më shumë votat, edhe tjetra që s'po dëgjoj shumë në media që të flitet për autorët e kësaj masakre zgjedhore. Ndoshta po amnistohen? Kjo ka të bëjë ma shumë se vjedhje votash, sepse vjedhja e votave të cilën është bërë nga komisionerët, nuk është bërë nga komisionerët, është bërë nga opozita realisht. Ta shikojmë, ka një mandat tjetër, një mision tjetër, pasi që këta kanë pas për qëllim prishjen e mandatit, ose ma mirë thëmë rezultatet e këtyne zgjedhjeve, dhe tutjen e Kosovës në një krizë në zgjedhore dhe krizë institucionale,
e që për pasojë do të ishte kryesisht pasoja do të bartë qytetarët e Republikës Kosovës dhe vetë shteti e Republikës Kosovës dhe strukturat e sigurisë dhe qeveritare. Por pashikoj, unë mendoj që qëllimi kryesor nuk ka qenë vendosja në deputeti, apo më mirë të thëmë vjedhja votave dhe të ngritjen e deputeti, por mendimi im personal, bazë rrethonave të cilën e kam pa dhe vendeve ku është vjedh vota më së shumti dhe nga kush është vjedh vota më së shumti, dyshimet e mia janë që qëllimi kryesor ka pas ka qenë prishja e rezultatit dhe prap në zgjedhje. Mendoj që prokuroria, policia duhet të sankcionojnë këta komisioner, por jo vetëm, duhet të sankcionojnë personat të cilët kanë bërë thirrje për një gjë, për një vepër të tillë, që ata persona të cilët kanë shtyr që këta individ, këta komisioner të kryejnë një vepër të tillë, unë mendoj që qofshin deputat ose ndërkohë përfaqësues partive politike do duhet dënohen bashkërisht me mendoj edhe më shumë se sa vetë ata që kanë kryer veprën. Kjo është vepër penale, është kundër vullnetit qytetarëve të Republikës Kosovës dhe mendoj që duhet të veproj prokuroria, policia të hetohen, të sankcionohen, të dënohen dhe tjetër herë mos të kemë vepra të tilla, por të kemë një përfaqësim nga KQZ-ja, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, që të bëjë çdo vend me kamera dhe bëhet çdo gjë elektronike, që mos të ka mundësi të manipulimeve, dhe atëherë do të kemi rezultate më të shpejta, do të kemi rregulla më të mira dhe përfaqësim më të mirë të identitetit të qytetarëve të Republikës Kosovës për zgjedhje. Do ta mbyllim me pjesën më të rëndësishme të sigurisë. Këtë vit në çfarë drejtimi po lëviz Kosova në të armatosës e kam fjalën. Se kemi parë vitin që u mbyll nga Turqia, nga Shtetet e Bashkuara, nga Gjermania, mjetet, po ashtu edhe Kurti tha që nuk kemi nevojë më për tanket sepse kemi raketat, mjavelinet e tjera. Ku duhet fokusohet në mendimin tuaj? Mendimi im është që Kosova çdo ditë është duke i ngritur kapacitetet e veta mbrojtëse, jo sulmuese, po mbrojtëse. Dhe kjo e ka nxjerrë Kosovën vendin e parë në Ballkan bazë Normandy Index 2025 të Komisionit cilën nga Parlamenti Evropian e EPRS-s, janë 13 në botë dhe kjo nuk është befasi sepse nga disa analist, kolegë, qofshin politik, kolegë nga siguria po thonë që Kosova ka po sigurinë e plot nga NATO, por jo vetëm, sepse NATO nuk, apo KFOR-i nuk përfason shërbimin e inteligjencës, nuk përfason policinë, nuk përfason FSK-n. NATO është aty, do të bëjnë të gjithë punën e tyre. Po, ata e kanë mandatin e ty në bazë rezolutës 1244, ndërsa Kosova ka një sfidë për mbrojtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial, mbetet sfidë strategjike që në 2028 Kosova merr vetë ndryshon misionin, FSK-ja ndryshon misionin, shndrohet në ushtri në Republikës Kosovës dhe emrin, dhe bëhet me kapacitete profesionale të sigurisë në plota, por cila ka edhe bashkëpunimin me aleatën ndërkombëtar, që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilën kemi një bashkëpunim me Shtetin e Ajovës dhe çdo ditë më shumë kemi edhe përfaqësime, edhe mirënjohje, edhe solidarizime nga kolegjet e ndryshme, sigurisht që është me ministrin e mbrojtjes e Maqedoncën,
dhe komandantin e FSK zotëri Asharin. Këto janë një diçka që Amerika ka arrit, një shtet, si që është Republika e Kosovës, një shtet shumë i vogël, ka arrit me ka arrit me shiku dhe ka arrit me analizu që Kosova me 1 milion e so banor është në gjendje të hynë me çdo vend në luftë për shkak të Amerikës. Dhe kjo është një strategji dhe një mirënjohje që ka Shtetet e Bashkuara Amerikës kanë bërë gjatë vitit 99 për qytetarët e Republikës Kosovës. Shteti i Republikës Kosovës momentalisht strategjia e tyre për vitin 2026 është në ngritja e buxhetit, të cilën vetëm e ka bërë kryeministri Kurti, dhe kjo e fut Kosovën në një euro janë investimet e planifikuara. Unë mendoj që ato 1 miliard janë të shkruara, por kemi jashtë asoj në cilët vim programet e reja, është fabrika e municionit, tashtin nga ka dalë edhe pjesa ku zotërusit, ose më mirë të thëmë inteligjenca qytetare e Republikës Kosovës, ka shëndruar që të rritë e Kosovës të prodhojnë dronë, si është Skifter e disa lloj dronëve të tjerë, që në rrethonat e tilla në një shtet e posa formuar të krijon këto mekanizma, është një diçka që Kosovën e vun në një pozitë tjetër. Se prodhojsh ti dron kapaciteteve sulmuese me 1000 e sa kilometra në qëndrueshmëri dhe bartjen 45 kilogramve, është një diçka që besoj që shtetet e Ballkanit nuk e kanë. Asnjë shtet Ballkani nuk prodhon dronë. Dhe është hera e parë që Kosova e pas luftës, tani më 26 vite dhe sa vite që është shtet, ka rrit që të rritet qytetarët e Republikës Kosovës, të cilët kanë krijuar tani me dronet, ata këtë vit do të fillojnë me kapacitetet pilota ndoshta edhe me shitjen e tyre në për vendet e NATO-s, kuptohet. Dhe qëllimi i tyre do të bëhet në Republikën e Kosovës, mbikëqyrja do të bëhet besoj nga Forca e Sigurisë të Kosovës, Ministria e Forcës së Sigurisë të Kosovës, dhe organeve të tjera të sigurisë, dhe kështu që Kosova ka bërë në kapacitetet e tyre mbrojtëse, me raketa, makineri në tjerë të përcjellëse, me pjesë në makinerisë ushtarake, të cilën tani vetëm e ka Kosova, me blind të cilët i kanë ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pjesë tjera nga Turqia. Tani me do të fillohet, besoj që e dini edhe ju, do të fillohet me prodhimin e shotës, ato mjetit e blinduar edhe në Kosovë. Në Kosova i plotëson disa kushte të cilat në një kohë caktuar Donald Trump do të thotë Kosova është në NATO. Pasi që gjitha kushtet i plotëson, dhe mendoj që tani më kësaj iniciative të cilën e ka zotëri Kurti, Qeveria e Republikës Kosovës dhe Ministria e Forcës së Sigurisë të Kosovës me kryeministrin e Maqedonisë, mendoj që duhet i bashkangjitet edhe Shqipëria, dhe që ata dronë të merr edhe Shqipëria dhe të jemi në 2 në 1, të cilët një treshe do të bëhet shumë e madhe në domi ndaj atyre që do të mendojnë që mund na sulmojnë. Dhe Shqipërisë mbetet që flota detare dhe pjesa e aviacionit mbetet me forcu, por që nuk ka bërë deri me tani asgjë. Dhe është tërheq një vrejtje nga Ministria Ministria e Mbrojtjes Kroacisë, siç kam dëgjuar,
që edhe Shqipëria do duhej ashtu si Kroacia të merr flotën ajrore dhe të është pjesë në mbrojtjes territorit vet, hapësirës ajrore. Dhe në këtë rast Shqipëria nuk ka ngrit në kapacitetet e veta të trajnimit të pilotëve të ri apo shkollimit të tyre. Dhe kjo është mbet vetëm në flotën e helikopterëve dhe në një flotë detare të cilën mos ta quaj flotë detare sepse është më shumë për pjesën e mbrojtjes nga fatkeqësitë natyrore, por që nuk ka mbrojtje ushtarake. Kjo më bën mundi keq, ndërsa Kosova çdo ditë përplotson kapacitetet me mekanizma të automjeteve të blinduara, me pjesë tjera përcjellëse dhe pjesëve raketave që janë edhe kundër tank, edhe kundër ajror që vetëm tani është përcjell. Por çka është me mira që Kosova në një kohë shumë të caktuar, shumë të afërt caktuar, do të ketë edhe helikopter të vet. Këto jeni të sigurt që Kosova do të ketë helikopter të vet. Po folin këtë rast për FSK-n. Dhe mendoj që Kosova do duhet ta zhvillojë edhe një kapacitet tjetër për pjesën e humane të cilën është do të ketë pjesën helikopter për zjarfikset dhe pjesën e ndihmës shpejt. Edhe këtë duhet ta ketë sepse i lejohet bazë konventave ndërkombëtare. Dhe për bartjen e mjekëve zjarfiksve atje ku nuk mund me hy me kamiona apo me vepru me pjesë tjera, por në bazë të helikopteret shkarkohet dhe ngarkohet nga pjesa ku është rrezikshmërisë lartë. Dhe këtë duhet ta zhvillojë, por kjo i mbetet çdo kuvendi komunal, sidomos qendrave të mëdha, siç është Prishtina, Prizreni, Peja, Gjiloni, Mitrovica, Ferizaj, Gjakova, të shndrojnë mekanizmat e vet për zjarfiksa dhe për pjesë tjera që të ketë secila në komun nga një helikopter të trajnojnë pilotët, por kjo mbetet në një afat tjetër më u zhvillua. Pritjet janë madhore nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me që jemi tek pritjet madhore, më lejoni që mos më shpëtoj pa bërë këtë pyetje. U ka bërë përshtypje e Senatit Amerikan ku po përgatitet një projekt ligj për të pasur në vëmendje Preshevën, diskriminimin e shqiptarëve atje? Kjo vetëm është hyrë Kjo është hyrë në proces. Kjo është hyrë në proces dhe unë besoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta ngritin, Senati do ta ngritë këtë çështje. Dhe momenti që ngritën në Senat kjo çështje, unë besoj që do të kemi edhe veprime të tjera nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat janë pozitive për qytetarët e Medvegjës, Preshevës dhe Bujanovcit, që shpresoj spoku t'i kthehen adresat, t'i kthehet në identitetin e qytetarëve, sepse ata janë qytetarë të asaj pjese, janë qytetarë kombësisë shqiptare që jetojnë në shtetin e Republikës Serbisë dhe ka koha që edhe Albin Kurti i thotë, ja është boll, stop, sepse ne do të shikojmë, ne kemi të drejtat super elementare për çdo pakicë në nacionaliteteve serbe, bosnjake, turke, rome, duha të tjera. Po, për atë arsye, duhet të ndërlidhet kjo temë edhe me pjesën e Luginës, dhe ti thotë Serbisë kështu nuk mundesh me shku kurkun, nuk mundesh me marrë asociacionin e komunave serbe, për shkak se ti mas pare ti eliminon shqiptarët fizikisht nga pjesa administrative e vendit ku kanë jetuar, ku kanë lindur dhe ku kanë shtëpitë e tyre, vorrat e baballarëve, gjyshërve, së gjyshërve të tyre.
Dhe kjo nuk mundet me kalu. E mendoj që zotri Kurti vetëm e kokit pik dhe një ditë do t'i thënë në tavolinë Vučićit, ti ke bën një propagandë kriminale, shikon me nxjerr diçka nga Republika e Kosovës, po Republika e Kosovës i ka dhënë të gjitha kapacitetet super për çdo komunitet, super elementare për çdo komunitet, e sidomos kanë komuniteti serb të cilë jeton në Kosovë, e të cilë nuk janë të kënaqur prap, por ta shikojnë deri kur. Deri kur nuk do të janë kënaqur, apo do të kemi kthem brapa në tërheqjen e disa elementeve që jipen komunitetit serb, dhe mund të keni paraspeshim me të gjitha komunitetet tjetër, edhe unë i bëjtirë e qeverisë, parlamentit, Republikës Kosovës, të rishikon këtë, dhe tjenë edhe komunitetet, si që është bosnjake, turke, rome, egjiptose, e të tjera, dhe të është edhe komunitetit serbi barabart me të gjithë komunitetet e tjera. Kjo mos të ketë mandatet e rezervuara, e gjërat e tjera, sepse ne pishome se si kanë krijuar bandat e tyre kriminale, mba skena politike e tyre, lisa sërbse ka krijuar bandat e tyre kriminale, terroriste, të cilët çdo ditë kanë sulmuar në kohën e kaluar Republikën e Kosovës qytetarë. Si momenti që të sulmohet qytetare, atëherë sulmohet edhe shteti. Të më falni. Dhe për këtë arsye Kosova është vend në parë në Ballkan, sepse ka luftuar me strukturat kriminale, jo të komunitetit serb që është në atë pjesë, po me strukturat para ushtarake të shtetit të Serbisë dhe të Rusisë, të cilat kanë bërë një lloj invazioni në Republikën e Kosovës, siç ishte në sulmin e Bajskës, me pastaj sulmi strategjik në kanalin e Ibelepencit, të cilën e kisha paralajmëruar për muajin nëntor, dhe të cilën ndodhe, por sot të gjithë këta sulmues, një pjesë e tyre janë të arrestuar, një pjesë e tyre të eliminuar, dhe një pjesë e tyre duke u ndjekur nga shteti i Republikës Kosovës, gjithsesi gjykatat e Republikës Kosovës, ku një ditë besoj që do të arrestohen dhe të sillen para drejtësisë dhe të jipen dënimet e merituara. Murat, unë të falenderoj për këtë bisedë parë për këtë vit, për gjithë analizën që ju bët, shtëruese për këtë çështje që ne diskutua, duke uruar më të mirën, edhe ashtu sikur tha dhe ju pak më lart që gjitha këto përpjekje të finalizohen me hyrjen e Kosovës në NATO, unë të falenderoj shumë. Falenderit dhe shpresoj që ky vit të shkojmë bashkë për gjithë qytetarët e shqiptarë përgjithësi, si në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Preshe, Bujanos, Medvesh, Malzi, po edhe në Çamëri, se në ditë do t'jenë koha, besoj që edhe atje të marrin prapë shqiptarë shtëpiat e veta dhe të vendosen në ato vende, sepse ai vend i thret çdo shqiptar, që ka gjak shqiptari, që atë gjenocid që ka bërë shteti i Greqisë ndaj qytetarëve shqiptarë në Çamëri, të cilë para drejtësisë aktorët apo vetë shteti i Greqisë. Murat, faleminderit shumë.